Nisim tani me Meri Gjinin. Mirëmëngjes. Se vjen, kënaqësi dhe sot Meri të presim në studio. Kënaqësi për herë dhe për mua. Të mësojmë se çdo të ndodh. Doja që të bëja kapërcimin e ditëve dhe të ishim direkt në datën 6 prill që të flisja për muajin. Por nuk kam se të bëj, nuk e bëj dot atë. Do na shpjegosh pak të punën e eklipsit, sepse rjeti po shpërthen. Rjeti po shpërthen, por në fakt ka këtë tendencën e egzagjerimit të gjërave në për rjetet sociale. Do kemi kohë që e kemi marrë vesh, do jemi mësuar dhe do vi duke egzagjeruar kjo pjesë, kështu që sa më shumë evolon teknologjia, aq më shumë informacione të egzagjeruara do të ndeshet me informacione të egzagjeruara do të ndeshet syri jon. Megjithatë është një eklips, mini eklips dielli, pra nuk është kaq i ngarkuar emocionalisht sa ç'ishte eklipsi i hënës tek Virgjëresha në datën 14 të marsit, i cili pati ndikime të përforcuara sepse 2 ditë përpara kishte edhe dielli mbi Saturn, kështu që ishte një 10 ditë goxha i ngarkuar, por ky eklips lidhet më tepër. Gjëja e parë që kemi është pjesa e materjes, pra pjesa e lekut, ekonomisë dhe të trupit ton. Pra që do të thotë, do të duhet jemi pak të kujdesshëm, të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm me pjesën e virozave dhe të problematikave të kohës, jo diçka e egzageruar, por duket sikur brishtësia, dobësia, që mund të vijë edhe nga lodhja emocionale, një ndjesi e muskujve të dobët ose mospatja e dëshirës për të qenë aktive apo për të marrë me agjendën ton, mund të kemi edhe bilance jo fort të pozitive të projektimit ekonomik. Por në përgjithësi kjo periudhë në fakt nuk favorizon projektimin as afat shkurtër, as afat mesëm, as afat gjatë. Që do të thotë, ndoshta paqartësia e zhvillimeve, ndoshta pikpyetjet e kohës, ndoshta situata në rand botror e bën paksa të vështirë atë pjesën të dim se ku mund t'i çojmë gjërat praktike tonat në të nesërmen, afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër, duket sikur kalimi i Venusit sot tek Peshqit në lëvizje në të kundërt. Por nga orët e para të drekës duket sikur do të bëj këtë hyrje mbi Neptunin, që është një Venus në kuptim metaforik, po hiperbol, pra është shumë herë me potencial shumë herë më të madh se sa potenciali i Venusit ngjashëm në natyrë Neptuni, por që bën të mundur që të paktën nga pjesa e emocionit, nga pjesa e dashurisë, të duam më në fund ta mbyllim muajin me emocione të bukura, me dashuri dhe me ndjesinë që dua të tregoj më të mirën, pra një dëshirë për të treguar më të mirën e emocioneve tek njerëzit që duam. Dhe në përgjithësi në fakt kjo periudhë dhe është një tematik shumë e gjatë kjo që nuk e di se sa e kam kohën, sepse kjo periudhë të paktën deri nga data 19 e marsit, edhe pse jemi të lodhur nga ky Mars, nga vendosja e Marsit tek Gaforia që nga fillimi i shtatorit të vitit që kaloi, por na jepet për të zgjidhur, për të konsoliduar, për të qartësuar raportet familjare. Është shumë e rëndësishme që të merremi me njerëz të shtëpisë, të merremi me njerëz të familjes, për t'i ndihmuar, për të kthjelluar, për t'i falur, për t'i toleruar, për të bërë rivendosje të forta nga fillimi për sa i përket dashurisë dhe familjes si koncept, sepse jemi në prag ndryshimesh goxha të mëdha, kështu që një nga themelet apo institucionet shumë të rëndësishme të njeriut, siç është familja, nëse nuk ka bazë të fortë, do të ketë problematika në vazhdimsi të vitit, kështu që ta shfrytëzojmë deri nga data 19 prill këtë periudhë për t'u afruar sa më afër dhe për të konsoliduar familjen. Ndërsa për sa i përket ndjesive, përveç faktit që do të tregojmë më të mirën në emocione, do të ishte mirë në fakt me sqarime të mos merremi shumë, sepse dhe Mërkuri është tranzit, do të futet tek Peshqit po në datën 30 dhe në datën 30 që kemi edhe kalimin të dielën, kemi edhe kalimin e Neptunit të dashit, për cilën do të flasim ditën e hënë, por janë hyrje të forta dhe është energji e fortë. Tek pjesa e egzagerimit të pjesës e eklipsit, ndoshta ndikon edhe moti në fakt, se edhe sot edhe nesër duket sikur këna tek Peshqit dhe do kaloj edhe nesër mbi Neptunin, nuk është se do të jetë shumë i favorshëm qielli jon, pra do të vazhdojë të jetë kështu gri. Kështu që duket sikur po vendosin duart të gjithë nga një çik në kuptim metaforik, që të mos na lënë që të tregojmë emocionet e bukura, të mos kemi entuziazëm dhe mos të shijojmë ashtu si duam fundin e muajit të parë të pranverës, sepse duhet të ishte me më shumë ngjyra dhe me më shumë optimizëm. Konkretisht për shenjën e dashit, duke qenë që liron
nga Venusi në të kundër sot, por edhe nga Mërkuri në të kundër pas nesër, kjo e bën që të paktën me pjesën e agjendës së tyre të jenë më të kthjellët dhe më të qartë. Duket sikur ajo që si ndjesi që është e para që do të kenë është sikur kanë nevojë që të bëjnë ç'është e mundur për të ndier vetë mirë. Në të vetmen gjë që do të kenë parasysh duke qenë që kjo hënë e re, po të dashi, mbi diellin, kur flasim për hënën e re, flasim për fillime të reja, flasim për iniciativa të reja. Mbi diellin është pak jo shumë i qartë si fillim, por duke marrë parasysh që hëna tek dashi do të jetë në 4 këndësh me Marsin te Gaforia, fillimet dukur se nuk favorizohen, por nuk do të jetë në një ritëm të shpejtë siç ata e duan, të paktën për pjesën e parë të hënës. Pra në 14 ditën e parë. Që do të thotë, të bëjmë planet, të rivendosin edhe një herë hapat në të cilën do të duhet ta mbështesin iniciativën e tyre. Gjatë fundit të javës dhe nëse ka nevojë për të konsultuar me ekspertë të fushës, do të ishte mirë që të konsultoheshin, sepse kjo hënë në vetvete nxit iniciativat spontane, emocionale dhe të ndikuara nga ngjyrat e momentit, por nuk e di se sa projektet praktike që nisen që kanë si indicio emocionin dhe momentin, se sa të suksesshëm mund të jenë. Kështu që ta diskutojnë para se të marrin mendimin për investime, për lëvizje me njerëz që do të jenë ekspertë të fushës, qoftë edhe për të dëgjuar veten. Vim tek demat. Do të duhet jenë pak të kujdesshëm me fizikun e tyre, me lodhjen e tyre, me virozat nga ky eklips dielli. Ndërsa për sa i përket hënës, është një hënë e re, e mirë, është e dashit dhe është në një pozicion që do të ndihmojë minimalisht si një hënë për të mbyllur problematikat e mbartura. Pra është një 14 ditësh nisur që nga data 29 që do të ndihmojnë që të lënë pas një herë e mirë çështje të ndryshme me të cilët janë marrë dhe në fakt janë marrë që nga fundi i 2023-shit. Pra, do të rikthehen dhe të ndeshen me çështjet të cilat i kanë pasur apo i kanë kualuguar apo i kanë lënë mënjan që nga fundi i 2023-shit, si për t'i zgjidhur dhe për t'i lënë pas një herë mirë. Mirë. Kalojmë te binjakët, është një eklips që do t'i bëjë që me zgjedhje apo jo kudo që ta gjejnë veten, të rrethuar nga një grupim njerëzish duke qenë në qendër të vëmendjes së tyre. Mund të jetë grup social, mund të jetë grup që bashkon një ide caktuar apo një punë caktuar apo një qëllim i caktuar, por që gjithsesi të qenë në qendër të vëmendjes do t'i bëjë që të paktën për këtë fundjavë të ndihen mirë, edhe pse është eklipsi i diellit. Në të vetmen gjë që do të duhet të kenë parasysh është që të mos të futen në bilance ekonomike apo të jenë të kujdesshëm me portofolin e tyre, me gjërat që mbardhin me vete nga ana materiale, sepse tendenca për të harruar apo për të harruar çfarë kemi me vete për binjakët është jashtëzakonisht shumë e fortë. Ndërkohë që Venusi në momentin që kalon tek Peshit në lëvizje në të kundërt do t'i bëjë që gradualisht edhe për binjakët të dalë pjesa emocionale prioritet. Kalojmë tek Gaforia, të cilët do të duhet Marsi do të është tek Gaforia, eklipsi i diellit është në familje të katërt. Gjën e parë që do të duhet të keni parasysh është në kulmin e horoskopit të tyre, më falni. Gjë e parë që do të kemi parasysh është që të mos marrin vendime me çfarë të tha dhe çfarë më than. Pra, jo nga thashë themet apo indicio të dëgjuar nga të tretë apo nga të katërt, sepse e para punës para informacioni duket sikur është në maksimumin e vet, ndërsa për sa i përket gjykimit, do të jetë gjykim irracional i vendosur nga lodhja e momentit. Kështu që filtroni informacionet përpara se sa të merrni vendime. Ndërsa nga pjesa emocionale, Venusi dhe Mërkuri tek Peshit do t'ju shkojë shumë për shtat dhe gjë që do të bëjë të mundur që të paktën mbylljen e këtij muaji, 30 dhe 31, pavarësisht është ditë e eklipsit, të shoqërohet me emocione të bukura. Kalojmë tek Luanët, të cilët do të duhet të vazhdojnë të merren me çështje që përkasin familjes, është diçka që ka të bëjë pikërisht me familjen e tyre që duket sikur ngelet pas dhe është një eklips, është një hënë re dhe një eklips dielli tek dashi favorizues për Luanët, sepse do t'i bëjë të mundur që një çështje praktike që mund të jetë çështje kredie që duhet mbyllur, çështje fiziku ose një problematik në lidhje me shëndetin e tyre që do të ngelet pas apo me shëndetin e dikujt që duan fort, pra ka një diçka që mbyll, por të siklet
lehtëshëm. Mos të harojmë që edhe Luani ka të mbartura problematika prej kohësh të cilat janë akoma të papërfunduar apo të pasgjidhura, kështu që kjo hënere ndihmon në zgjidhjen e këtyre problematikave. Kalojmë tek virgjëreshat, të cilët duhet të vazhdojnë të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si do të marrin vendimet në çështjet profesionale të tyre, por njëkohësisht edhe me çështjet ekonomike. Ky eklips, ashtu sikurse edhe binjakët, kanë tendencën që gjatë këtij ndikimit të eklipsit, kanë tendencën ose për të humbur gjëra të vogla, ose për të harxhuar, ose për të dalë detyrimet të cilat nuk i kanë planifikuar, por lidhet drejt për drejt me pjesën e xhepit të tyre. Ndërsa sot edhe nesër, duke qenë që është tranzit Merkur, Venusi, do të kalojnë mbi Neptunin, po edhe Merkuri tranzit, do të ishte mirë që të mos lënë sqarime në territorin profesional sot, nesër, dhe në fakt do të ishte mirë deri ditën e martë. Kalojmë tek peshorja, të cilët duket sikur nevojë për të vendosur atë pjesën e balancave emocionale do të nxjisë ky eklips dielli, por gjithsesi ka një ndjesi lodhjeje apo sikur nuk ndihen fort në pikën më të mirë të tyre me atë çfarë shohin në pasqyrë. Pra ose ndihen të bukur mjaftueshëm, ose ndihen të lodhur ai sa nuk e shohin shkëlqimin e tyre. Dhe në pjesën më të madhe dhe shumë mirë do bëjnë në fakt, sepse është shqetësimi më i vogël që mund të sjellë një eklips. Atë që do të duhet të keni parasysh gjithashtu është që mos gjykoni se si u shohin të tjerët përgjatë kohës së eklipsit, se tendenca është për të menduar sikur nuk ju gjykojnë drejt, sikur nuk ju gjykojnë sakt, ose sikur nuk merrni vlerësimin që meritoni. Mbas eklipsit do ta keni shumë më të thjeshtë dhe në fakt nga momenti që kalon Neptuni tek Dashi, do të jetë një histori e gjatë kjo e Neptunit e Dashi, do të keni mundësi të shkëlqeni në kuptimin drejt për drejt, dhe në mënyrën se si e shikoni veten, por edhe në mënyrën se si do t'ju shohin të tjerët. Në kuptimin gjithmonë metaforik, pavarësisht se e lidh me bukurinë, se për mua bukuria është edhe pasqyra, edhe shpirti. Kalojmë tek akrepat, të cilët do të duhet të shmangin nervozizma të vogla, të cilat her pas here gjatë këtyre 4 ditëve kanë tendencë si për të kaluar shumë shpesh në situatë të mos tolerancës, pra do të duhet të marrin frymë dhe do duhet të jenë të kujdesshëm me komunikimin në familje dhe në shtëpi. Ktu është prioriteti, pavarësisht lodhjes së tyre dhe pavarësisht ngarkesave të stërgjatura për muaj të tërë. Edhe shumë pak është, ndërsa për sa i përket hënës së re, por iniciativa personale, por jo kaq profesionale, pra për plane të shkurtra apo të gjata të tyret dhe që nuk lidhen me punën. Edhe pse kam bindjen që për disa do të rezultojë një hënë që do të ndihmojë, do të favorizoj udhëtime të gjata. Mirë. Kalojmë tek shigjetarët. Me Merkur dhe Venus tek Peshqit në hyrje jo fort komode me diellin e tyre. Me këtë eklips dielli dhe këtë hënë të re tek Dashi bën që emocionet e tyre të jenë mikse. Nga njëra anë të duan të jenë sa më afër familjes dhe do kenë mundësi që të paktën në çështjet emocionale, por në raporte që i kanë rezistuar kohës, të zgjidhin çfarë ose të afrohen ose të ndihen shumë më mirë apo të zgjidhin çfarë keq kuptimesh mund të ndodhur, dhe nga ana tjetër një pjesë e mirë e tyre do të ketë dëshirën për të ata që janë në kërkim do kenë dëshirën që të nxjerrin anën më romantike në ambientet ku do të gjenden, se gjatë gjithë këtij 14 ditë që nisur që nga data 29. Ndërsa për sa i përket punës, vazhdon Marsi të jetë kaforja, kështu që se bëni sikur përtypni dhe ditën e sotme nuk do ishte keq në fakt, sepse e gjejnë veten shpesh si pajnë, sikur kanë humbur interesin, sikur ndiejnë vakum dhe sikur nuk bëjnë dot projektime entuziaste për sa i përket punës. Do të ndryshojë shumë më shpejt nga çfarë mendojnë pjesa e mënyrës se si ndihen, por njëkohësisht edhe agjenda e tyre konkrete. Kalojmë te Bricja, të cilët me çështje që përkasin familjes ose ka diçka që lidhet me familjen që varet nga ata, ose do ta nxjerrin në sipërfaqe për ta diskutuar, që nuk e dhe për ta kërkuar zgjidhje, që nuk e di nëse ka momentin e duhur, ose do ta mendojnë, do ta vendosin në agjend pak më në brendësi të muajit për ta zgjidhur. Varet prej tyre. Edhe pse do të rekomandoja që ta vendosin në brendësi të muajit, përpiqen që të jenë mirë me njëri tjetrin, të përpiqen të ndërtojnë një habitat mirë familjar dhe duke qenë që është një hënë e re që lidhet me konkrete, o në lidhje me çështje të shtëpisë, çatis, apo ndryshime në lidhje me shtëpinë apo arredimin,
ose në lidhje me diçka që ka të bëj me pjesën e zhvillimit ekonomik tuaj. Pra, këtu duhet jetë fokusuar vëmendja dhe jo përzgjidhje çështjes emocionale, të paktën sa të futet më në brendësi Mërkuri dhe Venusi tek Peshqit, që do të jenë favorizues për ta. Vim edhe tek Ujorët, është një eklips dielli me gojën plotë, them do t'jenë më pak të prekshmit, ose që nuk do interferoj ky eklips, dhe kjo hënëre është e favorshme në çfarëdo lloj iniciativa personale që ka në plan për të marrë. Në të vetmen gjë që do t'i duhet jenë të kujdesshëm, ashtu sikurse edhe binjakët, edhe Vigjeresha, edhe Ujorët kanë tendencën për të pasur firo në pjesën e xhepit të tyre. Kështu që me kujdes xhepin, mos ketë ndonjë brim, mos ketë ndonjë çantë të lënë hapur, që ka tendencë shumë të fortë në fakt për të harruar shumë gjëra. Ta harrojmë gjërat, telefonin, çadrën, portofolin, pra kemi tendencën, por binjakët, Vigjeresha dhe Ujorët e kanë tendencën më të fortë për të harruar gjërat diku. Kalojmë dhe tek Peshqit, të cilët me Venusin pas dreket të ditës së sotme, me hënën tek vetja, dhe që do të qëndrojë sot edhe nesër, nuk e di se si do të gjejnë mundësinë për të mund të menaxhuar këtë kryqin emocional që kanë. Megjithatë, duke qenë që ky Venus do bëj hyrje mbi Neptunin, do t'i rekomandoja të përdorin armën më të fortë që kanë Peshqit, intuitën, instiktin, atë që quajnë ata telepatin, ndërsa unë e quaj perceptim emocional, kështu që ta vënë në punë për të gjetur formën e dur për të zgjidhur çfarëdo lloj problematike që kanë në jetën e tyre personale. Pra, kjo hënëre dhe ky eklips së bashku me hyrjet e Mërkurit dhe të Venusit tek Peshqi, që do të qëndrojnë gjatë muajit prill, del prioritet jeta e tyre personale, ndërsa konkretisht të shtunë të diel do merren me bilancet ekonomike të tyre dhe do të ndihen aftë sikur nuk kanë për të ngrënë ditën nesër. Pra janë në minimumin e mundshëm të pesimizmit në lidhje me bilancet ekonomike të tyre. Të përpiqen ta shmangin sepse hëna do i ndryshojë gjërat. I kemi njërë tek pyetja e parë, kemi të bëjmë një vajzë nga Tirana, e cila ka lindur më datë 30 dhjetor i 1990 në orën 5 të mëngjesit në Tiranë, dhe pyetja e saj lidhet me bashkimin familjar. Ka një takim në ambasadën gjermane më datë 7 prill. Nuk e dija do marr vizën. Kjo është pyetja e saj. Të dhënat i kemi, 30 dhjetor 1990, ora 5 e mëngjesit, e lindur në Tiranë, takimin e radhës e ka më datë 7 prill. Çfarë mund të themi? Vetëm një sekond. Po, patjetër, marrim kohën e dur. Tani do shkojmë nga departamenti zyrtarin për të parë se çfarë thuhet në krahun këtej. Me të drejtë, Alma, me të drejtë, por për çfarë do pyesin shikuesit e tu? Më duket në ditën e sotme kryefjalë na qenë ka Gjermania, ka kaq shumë pyetje që lidhen me dokumentacione, në lidhje me punësimin në Gjermani, domethënë pyetje që lidhen me këtë shtet, por do shkojmë deri atje. Pyetja ime radhës Alma vjen nga një motre e cila do të di për vëllain e saj, që ka 10 vite martesë, por nuk ka akoma fëmijë, dhe ka thënë ditëlindjen e vëllas dhe kunatës. Ke kaluar nga nënat e shqetësuara tek fotrat e shqetësuara. Por mbetëm në familjen përthamë. Në familje, sigurisht. Dhe sigurisht sjellin në studio ankesa dhe pyetje që këta të fundit. Do shohim se çfarë do na thotë Meri për rastin e parë. Vajza na ka dhënë një informacion të rëndësishëm, që është takimi që ka më datë 7 prill, po të shohim se cili do të jetë edhe orientimi që mund na jap pikërisht kjo datë. 30 dhjetor 1990 në orën 5 të mëngjesit ishte data e saj dhe ora e lindjes, dhe kemi informacion të saktë, kështu që duhet ta përgëzojmë vajzën. Na ka bërë shumë herë më të lehtë punën me gjithë informacionin e nevojshëm. Atëherë dhe për mua shumë e thjeshtë për të folur për gocën, sepse dhe ditën 7 prill kishte ditën e 7 prill, po. Dhe është dita e parë e Mërkurit në të drejtë, e para tek Peshqit, e dyta në maksimumin në mesin e majt janë hapur të gjitha rrugët e saja, por që gjithsesi qëllimi i vitit si vjetë është bashkimi familjar, strukturimi i familjes si nga fillimi, kështu që sido që të vend çështjes, sado që të jenë shtyre dhe vonesat, jam e sigurt që atë çfarë dëshiron për si vjet e arrin me ndihmën e fatit maksimal me transformime shumë të mëdha. Dhe në fakt do ketë edhe urani mbi Marsin e vet, gjë që shpesh shoqërohet me ndryshime thelbësore në mënyrën e të jetuarit në 24 orëshin e saj, por edhe me mënyrën se si do të funksionoj profesionalisht. Pra presim transformime të mëdha tek e përditshmja e gocës, nisur që nga mesi, që nga data 20 prill në fakt dhe në vazhdimsi. Mirë, i këtë pyetja radhës, siç thash, është një modër e cila do të di për vëllain e saj, i cili ka 10 vite martesë, por nuk ka akoma fëmijë. Ditëlindja e vëllait 3 tetor 1981. Kemi 2 data, Meri, oke?
ora 4 e pasdites në Mirdit. Ndërsa ditëlindja e numësës është 1 mars 1996, ora e lindjes 12 e natës, e lindur në rubik të Mirditës, Mirdit, betemi në Mirdit. Ju lutem një përgjigje sepse jam në një merak shumë të madh. Me sa duket kemi të bëjmë me një motor të shqetësuar që mezi po pret të bëhet hall. Mirë, teksa Meri Gjini merr kohën e saj, kujtojmë publikut që ju mund të bëni pyetjen tuaj në kanalin zyrtar të YouTube të Vision Plus. Në videon e fundit të postuar nga Meri Gjini, aty ne do bëjmë një seleksionim rastësor, do e thellëm në studio dhe urojmë shumë t'ju vim në ndihmë përmes përgjigjes që Meri Gjini i jep. Meri Gjini ka thënë, e rithemi Zodiaku. Horoskopi nuk është determinues e jetës sonë, është një orientues dhe udhërrëfyes drejt asaj çfarë mund të bëjmë më mirë. Mirë, Alma, ku shkojmë tek pyetja jote e radhës? Do shkojmë tek një gjyshe e shqetësuar për mbesën e saj. Po, kemi një pyetje e cila kemi një pyetje e cilën do ta pyesim Meri në rast se do ta zgjedh, ta trajtoj apo mos ndoshta do duhet t'i shkruaj t'i dërgojmë një mesazh privatisht sepse pyet për mbesën e saj e cila është e lindur në 2018-ën edhe lidhet me të folurën. Por do shkojmë aty vetëm pas pak, pasi të marrim përgjigjen e pyetjes numër 2 për sot, edhe ti përgjigjemi motrës së shqetësuar që ti kishe si çështje për të sjellë. Duke qenë që moment për nga natyra dhe për nga mënyra se si kanë vendosjet planetare, kanë një lloj koherence të dy si çift. Pra duket sikur ose koha e përbashkët, po ose empati që kanë për njëri tjetrin bëjnë që dhe detyrimet, dhe problematikat, dhe zgjidhjet, dhe agjendën e tyre duhet ta vendosin në koherencë. Pra, nëse dikush njëri nga të dy kërkon ka nevojë për ndihmë, do të duhet të bëjë të njëjtin gjë dhe tjetri. Pra, kjo empatia që kanë, koherenca që kanë ndjerë shumë mirë ata të dy, do të duhet ta ndjekin dhe në lëvizje praktike. Gjithsesi, ajo që ndryshon qershor 2025 deri në fundin e qershorit të 2026 është e para, largohet një hyrje planetare goxha e vështirë siç është Saturni tek Peshqit, që sjell përveç se faktit që thot duro, po sjell një lloj brishtësie me shëndetin hormonal tek njerëzit, i cili largohet prej të dy në 25 të majit për të mos u kthyer më në gradët e tyre, por kemi dhe ardhjen e planetit të fatit eksaktësisht te strukturimi i kësaj familje. Kështu që lëvizjet e duhura, ndihmesa e duhur dhe agjenda për të arritur qëllimin e tyre në shërbim të zgjerimit familjar do të duhet të nisi me veprimtari konkrete mbas datës 25 maj. Pra, të marrë të jenë afër me njëri tjetrin, të bëjmë pauzë nga stresi dhe nga ankthi se nga ndonjëherë kjo dëshira për të arritur sa më shpejt qëllimin bën efekt të kundërt, të marrin vetëm të mirat, të kalojnë mirë, të stakojnë trurin, të heqin mendjen nga kjo gjë deri 25 të majit dhe mbas 25 të majit gjërat do të thjeshtësohen shumë dhe fati do t'i ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Ikim tek një tjetër pyetje. Meri do të na thotë nëse do të japi një përgjigje publike apo do duhet të kemi një komunikim privat me gjyshen e shqetësuar për vetë trajtin që ka edhe problematika pyetje. Kemi të bëjmë me një rast ku mbesa e kësaj gjysheje nuk flet asnjë fjalë dhe ka dhënë datëlindjen e saj është 18/2/2018. Është një rast ti ke përmendur disa herë që është delikat. Mund ta ruash edhe mund të kemi një përgjigje, një komunikim pastaj. Një komunikim privat. Mirë, dakor. Ikim tek pyetja fundit për sot. Thash pak më herët, mbetemi tek Gjermania. Jam një zotëri nga Tirana, thot, dhe kam rinovimin e letrave në Gjermani tani në qershor. Nuk e di për sa kohë, pra kozgjatjen, do mi japin. Ditëlindja 27 maj 1982. Ora lindjes është diku nga darka, thot, por nuk e di të saktë. Do të di për rinovimin e letrave në Gjermani. Të lutem, edhe njërë vitin. Vitin, po, patjetër, 1982. Dhe do të di se për sa kohë do ja japin. Duket sikur është shpresë plot që do i marr. Do të di edhe për afatin kozgjatjen. Mirë, Alba, këto ishin pyetjet për ditën e sotme. Rikujtojmë edhe një herë gjithë shikuesve që të bëjnë komentin e tyre, por me të dhënat e sakta. Ditëlindja, vendi lindjes, ora e lindjes. Dhe po të keni që të vëndëmëndshëm, të gjitha pyetjet që ne kemi sjellë janë pikërisht nga
Video e fundit e publikuar në kanalin zyrtar të Vision Plus, maksimumi kemi shkuar në gjithçka është publikuar në 7 ditët e fundit. Kjo për të treguar që dhe ju duhet ndiqni të njëjtin ritëm për të bërë pyetjet tuaja, sepse nëse na komentoni në videot e mëparshme që nga nisa e sezonit, ne mund t'i humbasim pyetjet. Është e pamundur të sjellim në studio dhe na mirë kuptoni për kohën televizive, sepse na duhet të trajtojmë vetëm 4 nga pyetjet tuaja. Kështu që urojmë të kemi zgjedhur mirë dhe të kemi shkuar tek ata të cilët kanë më tepër nevojë në këtë periudhë. Kjo është pyetja e fundit për sot. Përpara se të shkëputemi dhe të shkojmë me quizin. Atëherë, për sa i përket pjesës së lehtë së qëndrimit, momentin në të cilën ndodhet, e para punës njërë duke qenë që është i përket së njësë binjakëve, teorikisht do të thojë që është viti i fatit ose është momenti i tij. Çështja është që ka nevojë për ndryshime thelbësore në mënyrën se si funksionon pjesa e profesionit dhe do të ketë edhe nëse nuk e ka zgjidhje dhe zgjedhjet e agjendës së vet, gjë bën që fillimi i vjeshtës të jetë me ndryshime shumë të rëndësishme për sa i përket çështjeve me të cilën merret puna apo struktura ku e mbështet bazën ku prodhon ekonominë e vet. E dyta është që nëse aplikimet e dokumentave ndodhin mbas datës 10 të qershorit, probabiliteti që të marrë dokumentat për një periudhë shumë të gjatë se sa 2 vjeçare është shumë e madhe. Nëse e ka përpara, do të duhet të bëj përsëri pas një viti dokumentacion të ri. Pra, nëse tendenca për të pasur një leje qëndrimi shumë pozitive në afati që e bën të ndihet i lumtur, është shumë e madhe nëse aplikohet nga 10 qershori dhe në vazhdimsi. Nëse aplikohet përpara, do të duhet të jetë një proces që do përsëritet, ndoshta vitin tjetër përsëri. Okej, Merit, falenderoj shumë për gjithë informacionet si gjithmonë, por dhe përgjigjet që patëm për të gjitha pyetjet. Unë falenderoj shumë. Bashkë do shihemi të hënën, ndërsa publikut i themi shihemi pas pak.